Përshëndetje toksor. Përshëndetje toksore. Ju sa po keni mbritur, jemi live në këtë P1 pjesë parë të emisionit, si çdo të martë të mërkurë dhe të prende. Kujdes, të martë të mërkurë ne jemi në orën 10 darkës live. Ky ishte numri i episodit 1073. Me Ledion dhe me çunat e regjisë, gjithashtu me operatorët e mirë të rrotull, që i falenderoj jashtëmase për 3 herë në javë që na ndihmojnë për të ardhur tek ju. Sonte është e mërkur, data i bie të jetë në mos gaboj, i bie të jetë 22 prill 2026, jam në studio, si çdo të mërkur tashmë, do doja të vazhdojmë sa më gjatë ky bashkëpunim, me ambasadorin tashmë të mirënjohur për të gjithë ju, Roland Bimon. Një ambasador i cili ka rreth 40 vjet karrierë apo jo ambasador. Këtë e them sepse në ekran po nuk u përsëritën gjëra se kemi thënë asnjëherë. E ka filluar karrierën e tij në Kinë, që para viteve 90, ka mbaruar shkollën aty, pastaj ka qenë diplomat në Kinë, në ambasadë, pastaj në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pas viteve 90, pastaj në disa vende të Europës, përfshirë Hungarinë, për cilën folëm me ambasadorin vetëm një javë më parë për zgjedhjet në Hungari. Dhe në shumë vende të tjera. Ambasador, sonte do të na updatoni pak, ju nga këndvështrimi juaj, lidhur me ngjarjet që po zhvillohen në këto momente, në shfanske mënyrë të luftës. Tani bile është bërë pamundur që të numërohen dhe ditët. Ka filluar në 28 shkurt, sot jemi në datën 22 prill, që i thon pak a shumë, bëri llogarit vetë në shtëpi dhe i thon pak a shumë, e gjeni vetë se sa ditë luftë në lindjen e mesme në Iran. Lajmet më të fundit, ambasador, janë që Irani përjashton çdo lloj rihapje të ngushticës së Hormuzit, për sa kohë të vazhdoj bllokimi amerikan. Ndërkohë, lidhur gjithmonë me lajmet që vinë nga lindja e mesme, një lajm tjetër është që Donald Trumpi e gjykon të mundshme, thot, një rimarrje të diskutimeve me Iranin në ditët që do vinë. Gjithashtu Donald Trumpi, sipas Wall Street Journal, thonë që këto ditë e fundit ka preferuar të ri jashtë mbledhjeve me dyert të mbyllura që bëjnë edhe dhoma e luftës që kanë atje, për shkak të impulsivitetit të tij të madh, thotë Wall Street Journal. Dhe çka ka bërë, nga që nuk do të prishi punë me sa duket, ka thënë vazhdoni ju pa mua. Më lajmëroni, më bëni një memo në fund. Këto janë lajmet më të fundit. Por para se të vemi në Iran, ambasador, unë them bëjmë një xhiro në Athinë. Bëjmë xhiro në Athinë dhe le t'ju plas më njëherë fabulën e ekran. Rama në Athinë, takim kok më kok me Miçon. Për gjithë ju që nuk e kuptoni dhe doni të jeni dhe së thuash nuk e kap në këto shkurtimet, Miço nuk është tjetër veç se Mitsotakis. Është pra shkurtimi i mbiemrit të kryeministit grek. Ambasador, juve nuk ju ka rënë rasti në karrierën tuaj të gjatë që të punoni në Athinë si ambasador apo jo? Jo, kam qenë 2 herë, 3 herë me shërbim, por jo për kohë gjatë, shumë shkurt. Ambasador, sigurisht nuk ka ndonjë gjë të madhe për të thënë nga takimi, sepse në fakt është një takim i përvitshëm që bëhet në Delfi. Samiti Delfit quhet. Gjithsesi, kryeministri grek ka vendosur ta presi kryeministin shqiptar në zyrën e tij. Në zyrën e tij në Athinë, madje kanë shkëmbyer dhe batuta për veshjen, ai ka kërkuar ndjes, Rama i ka kërkuar ndjes, i ka thënë më fal që janë vesh, më ndjeni që janë veshur kështu, ka thënë në para mediave. Nuk e dija që ishte takim kaq zyrtar, mendoja që janë veshur sepse protokolli im nuk ka pasur informacionin e duhur për të më thënë që shiko se do shkosh dhe tek zyra e kryeministit grek në Athinë. Megjithatë, kryeministri grek me diplomaci ka thënë s'ka që ne e pëlqen veshjen tuaj, jeni gjithmonë inovativ. Pra, këto janë sallatat, si thuash, sallatat para pjatës kryesore. Pjatën kryesore nuk e din të mandë, them drejtën, edhe pse ka pas takimi midis tyre, nuk që ka zgjatur ndoshta më shumë se gjysmore. Megjithatë, le të rrim pak në hipoteza. Futemi direkt në temë, ambasador. Pa hyrje dalje, sipas jush, çfarë interesi ka Greqia që tregohet
publikisht të paktën, dhe me vepra e ka bërë, ka që zellshme që Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian deri në 2027. A ma thoni dot? Që Greqia është e interesuar që Shqipëria të jetë në Bashkimin Evropian është krejt normale, ma jo mendon që ka një minoritet konsiderueshëm greqisht folës në Shqipëri. Dhe e ka faktikisht. Nuk është se ka. Shumica tyre janë larguar në drejtim të Greqisë që është me hapjen e kufive. Dakor, po vjen e vindë, janë aktiv. Ajo mund të jetë një nga arsyet. Pjesa tjetër është që sa më Shqipëria në Bashkimin Evropian do ishte një vend ku Greqia, grekët, bizneset greke mund të kishin një veprimtari më fitimprurse për shkak të taksave të unifikuara, një hapësirë ekonomike të përbashkët. Kështu në këtë këndvështrim... Kjo do vlente edhe për Shqipërinë? Po patjetër, për Shqipërinë do të vlente akoma më shumë, po një hapësirë e përbashkët ekonomike do të ishte edhe në avantazh Greqisë. Pra një minoritet, dy arsyet ekonomike. Edhe çështjet sigurisë, edhe çështjet e migracionit. Në përgjithësi, bashkëpunimi i vendeve anëtare në Bashkimin Evropian është në një nivel shumë më të elevuar, shumë më të arritur se ato që nuk janë në Bashkimin Evropian. Për te kësaj, duke qenë se ai është një vend fqinj ku shqiptarët her pas here në përgjithësi janë të pakënaqur me atë vend, shumë njerëz, në fakt ata janë pak në raport me popullsinë, po bëjnë shumë zhurmë në rrjetet sociale, greki poshtë, andaj tepër, se thua ka një duket që ka një urrejtje verbale në rrjetet sociale diare të papar ndaj këtij vendi. Madje po ta vësh me kujdes në ambasador, patën ky perceptimi e kanë më shumë dhe se me serbët, më shumë dhe se ndaj serbëve e kanë me grekët. Pa u futur arsyetimeve historike. Unë do të kuptoj këtë gjë. Pra, mos ndoshta ka të arsye tjera përse Greqia tregon kaq shumë zell për të ndihmuar Shqipërinë. Le të kujtojmë që në 2027, nga semestri i dytë i këtij viti, i vitit tjetër, Greqia do marrë dhe prezidencën e radhës të Bashkimit Evropian. Mua nuk më rezulton kaq pohim me gojë plot. Greqia e interesuar që Shqipëria të bëhet anëtare në Bashkimin Evropian. Greqia e shikon anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian në funksion të arritjes realizimit të objektivave të veta politike që kanë në drejtim. Cilat mund të jenë pra? Se dy i thamë. Minoriteti që për mua edhe është dhe s'është, sepse duhet minoriteti përdoret gjithmonë si kartë për gjitha partitë kur vjen punat e zgjedhjes, se nuk është se kanë ndonjë gjë të madhe, kuptimi nuk është se profiton gjë të madhe minoriteti grek në Shqipëri nga Greqia. Profitojnë aq sa munden, po që s'është ndonjë, nuk më duket arsye qendrore. Kjo e biznesit qëndron, ka logjik. Po çfarë arsye tjera mund të ketë ambasador? Dua të thellohem me ty, dua të gërmoj të shkoj më poshtë. Greqia në çdo hap që Shqipëria ka avancuar në drejtim të integrimit në Bashkimin Evropian, kanë nxjerrë koncesione nga Shqipëria, aty ku ka dashur. Për shembull, varrezat për ushtarët grek vrarë në territorin e Shqipërisë e luftës së dytë botërore, nuk do të ishin miratuar ndonjëherë nga shteti shqiptar nëse nuk do ishte vënë kushti për marrëveshjen e stabilizim asociimit apo për në çdo etapë. Ti thua bën një kusht. Realizon një objektiv të saj në drejtim të Shqipërisë. Ja, varrezat greke, dakord. Edhe pse më duket normale kjo gjë, sepse edhe po të ketë shqiptar të vranë në Greqi, duhet kishte varreza shqiptare edhe atje. Patjetër, nuk po flasim për normalitet apo jo normalitet, është krejt normale në gjithë botën. Apo ti thua Shqipëria nuk do pranonte? Shqipëria nuk do pranonte. Se kush janë arsyet është tjetër gjë, ne po themi çfarë ndodh faktikisht. E shohim ftohtë. Domethënë, le të analizojmë faktet, ç'ka ndodhur. Në rastin konkret, kam përshtypjen që nga 2013-a që kanë ardhur në fuqi socialiste në Shqipëri deri më sot, nuk është se ka ndonjë përparim esencial në ato që quhet problematika e marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Greqisë, që është përcaktimi përfundimtar i kufive. Delimitimi i detit për dhe i tokës. Pra, deti është një arsye tjetër. Deti është një arsye... Rrim pak të deti. Deti është një arsye cila me gjithë deklarimet kaq të bujshme nga Greqia se është në favor të pranimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nuk do të pranonte asnjëherë që Shqipëria të bëhet anëtare në Bashkimin Evropian pa realizuar objektivin e saj të marrëveshjes së detit, siç e duan ata sipas termave të tyre. Dhe ndërlikimi është sa nga neve, por është edhe nga rajonal dhe diçka më gjerë, sepse më kujtohet në momentin kur Shqipëria negocionte marrëveshjen e detit me Greqinë, Ambasada Amerikane në Tiranë tregonte një interes të shtuar me sa rezulton nga WikiLeaks, nga shkëmbimet e ambasadorit amerikan të këtueshëm në atë kohë Arvizum, jo. Withers, ndoshta. Withers.
me Washingtonin. Pra edhe ata kishin një interes për të parë se çfarë precedenti mund të vendoset që të përdoret pastaj edhe nga shtetet tjera, po edhe nga Greqia në raport me shtetet tjera. Për shembull, dhe turqit kanë qenë jashtëzakonisht ndjeshëm nga mënyra se si do ta zgjidhte Shqipëria problemin. Ata bile kanë ndryrë direkt e Rama që ta prishte atë marrëveshje që u firmoi 2009, kjo është e sigurt. Unë thash në mënyrë... Pak po e sigurt, ti e thonë diplomatike. Tani që si mund të të më hapur gjërat. Po unë po them kanë qenë të interesuar patjetër dhe në këtë rast, prandaj them që gjatë tyre 10-12 viteve që janë socialistët në fuqi në Shqipëri, nuk është se ka pas në një zhvillim esencial. Ajo që më kujtohet nga viti 14-15, ku ishte ministër Zoti Bushati, Shqipëria u mundua që të krijonte një paket të tërë dhe u konsiderua që do t'i fusim të gjitha problemet që kemi me Greqinë në një paket, do t'i zgjidhim të gjitha një herë mirë, që kam përshtypjen jeta e tregoi që ishte qasje e gabuar, por që ishin kryesherës sepse nga ana diplomatike ti nuk mund të zgjidhësh problemet që kemi me fqinjet me një të rënd, me një shkop, me një sopati, për edhe një herë dhe i zgjidhet të gjitha. Secili problem ka natyrën e vet, historike që është krijuar apo problematike të caktuar. Kështu që as problemi i detit është zgjidhur, as problemi i delimitimit të kufive toksor, problemet që ngrejnë ata për minoritetin grek në Shqipëri nuk është se kanë gjetur në një zgjidhje edhe për punë e pronave. Jo, rëndë situatë. Ne themi gjithmonë që siç vuajnë grekët për punë e pronave, vuajmë edhe neve. Po ati janë nuk e që të nga shifrat që ka dalë së fundmi. Duhet të them që nuk është se ka pas një progres. Raporti shumë i keq. Dhe takimi i sotëm, kur e lexon, pse kur e dëgjon mënyrën se si dhe mundohesh të krijosh një opinion për atmosferën që kanë bizotruar, nuk e di pse më krijua përshtypje që kryeministri ynë ishte gjithkohën në skuzim, me sa duket për atë që ndodhi diku në një forum ande nga Azia Qendrore që u kap me atë gazetarin Amerikan me origjinë greke që juve mburreni kot që jeni pasardhës të Aristotelit dhe të Platonit. Ju nuk jeni pasardhës aty. Dhe kjo gjë shaktoi një lloj irritimi në median greke në drejtim të kryeministrit të Shqipërisë. Dhe kësa radhe duket sikur ishte në pozita mbrojtëse, se i thot më falë që jam me këtë veshje, më falë që... më falë. Pra e gjitha ishte një skuzim, Ne e njofim zotin Rama, ai ishte një kameleon dhe puna është dhe nuk e fshe. Fatikisht, ai nuk e fshe. Dallohet hapur. Pra një ditë mund të jetë arrogant, ditën tjetër që ose ka interes, ai hop, zbutet. Pra është gjë që ai edhe vetë nuk merr mundimin ta fshej. Jo më, pastaj ne të kemi kujdes, mos e themi. Jo, unë po mundon të interpretoj çfarë kanë fjalën për ju, jo, kanë fjalën për mediat. Domethënë ai e bën gjithçka hapur, edhe çunin e mirë, pra edhe çunin, po themi, edhe të fortin, pra edhe të fortin edhe ke parasysh ai që mua më intereson në këtë bisedë me ty ambasador është fakt për të kaluar pak më tej këtyre, se këto diskutojnë në çdo studio. Unë do të kuptoj, ka realisht Greqia gjë në dorë për ne që të hyjmë në BE? Që të hymë, jo, po që të mos hymë po. Do më thënë, ka veton që nuk është dakord që ne të bëhemi. Pra, kur vi puna masi të kemi kryer neve të gjitha detyrimet, të kemi bërë gjitha detyrat, të jenë spontuar. Tani kemi betë hapja kapitujve. Jo, po themi, u mbyllën kapituj, ram plotësisht dakord, komisioni i sugjeron Këshillit Evropian. Jo, tani kemi betë mbylljen, fakt është gabim, unë hapën kapituj. Po hapën? Tani ka filluar mbyllja, po. Po mund të shkojë edhe deri të mbyllen të gjitha, se nuk është se... Nuk është kushtime ku anon. Antarësimi në Bashkimin Evropian është një vendim politik. Dhe interpretimi i kryerjes apo jo të detyrave të shtëpisë edhe ai është politik. Pra vjen një komisioner që ka këtë mendim dhe thotë komisioner për zgjerimin dhe thotë që Shqipëria i ka realizuar të gjitha. Siç u tha për Rumaninë, për Bullgarinë, për Kroacinë, pavarësisht se si ishte gjendja reale, arritën konkluzionin që po, kështu mund të thonë edhe për Shqipërinë një ditë. Ama kur shkojnë te mbledhja e Këshillit, përfaqësuesi i Greqisë, kryeministri i radhës do thotë jo, nuk janë plotësuar gjitha kushtet, ka një arsye tjetër që është e tillë. Në rast se Shqipëria nuk do të ketë zgjidhur me Greqinë deri në atë kohë çështjen e detit. Dhe çështja e detit është absolutisht e komplikuar për të zgjidhur, sepse kanë të shkojnë në Hag. Po të ishte aq kollaj do kishte vajtur në Hag që para 10 vjetësh, po kam përshtypjen që janë ato që përmendën pak më përpara faktor rajonal dhe global. Faktor lokal, duhet që nuk do ky më burr, shka që thjesht. Se mos harrojmë dhe presionin e Turqisë, ambasador. Pikërisht për ato kam parasysh faktor rajonal. Në momentin që ky firmos marrëveshjen me Greqinë, Erdogani, si do reagoj?
Ja, po të ishe ti në vend Erdoganit. Turqia nuk do bënë që të mundur që të mos arriesh deri atje sa të shkohesh deri në Hag. I arsye e vonesës, një nga arsyet e vonesës. Përveç antigreqizmit që ka dhe në sferat larta të qeverisë së Shqipërisë, duke filluar nga kryeministri e këto. E ka shprehur ai. Po këtu dëgjoj zoti futemi kësaj sepse pas do thonë Arian, po ti shkeqen banan, nuk banaj fare, mundohem të jem korrekt sot. Ambasador, po ta vësh re me vëmendje. Le të shivi çik të lutem Lemro pa kat djalin që merret me internetin, e harojmë gjithmonë Ledium duke se e ka dhe ai, se më thon çani përshëndetje nga Parisi, video në YouTube ngjet shumë. Mbase nuk kemi ç'bëjmë se nuk është në dorën tonë kjo punë, po mund e thuaj lajmëroje pak të ashtu të mbase bën diçka. Po ambasador. Jo, desha them që kjo puna shtypi sot, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën, ka arritur një moment çmendurie ku paraqet një realitet të shtrëmbëruar dhe i bën njerëzit besojnë si ke shpella e Platos, njerëzit krijonin ato imazhet nga hijet e plakëve. Edhe sot dhe kjo puna e armiqësisë shqiptarëve me grekët. Kam përshtypjen që shqiptarët që jetojnë në Greqi mund të kenë pak kënaqësitë e ditës siç kanë ndaj fëmijës shqiptar apo ndaj nënës, babës, motrës, vllajt, siç janë. Por nuk është se kanë një... Nuk ekziston kjo në realitet. Ajo është një gjë që krijohet gjithmonë nga momentet caktuara politike, kur i duhet njëri tek politike, dhe njëri tek politike, ndes një sus, cyp një buton, krijon një gjë. S'ka që thjesht, në vetvete nuk ekziston. Dhe unë ato 2-3 herë që kam qenë në Greqi, më janë dukur ato gratë dhe nënat e moshuara njësoj si ato të Vlorës apo të në kuptimin edhe të veshjes, edhe muzikaliteti i gjuhës bile, pavarësisht që është gjuhë kretë ndryshe, po më është dukur aq i afërt si një muzikë e dëgjuar kur Po tani për nënat greke? Nënat greke. Nënat greke më kanë ngjarë me ato nënat shqiptare në zonën e Vlorës nga jam unë. Kështu që duhet të thënë që ti je vlonjat me origjinë, ëh? Unë jam nga Kanina, po. Po. Po, më duket gjithmonë si shumë e yshtur kjo dhe më kujtohet vitet 91-92 kur në Ministrinë e Jashtme ne mundoheshim të bënim studime se si duhet punojmë për të përmirësuar imazhin, sepse çdo krim që kryej në Greqi fillimisht do thuhesh që e ka bërë një shqiptar, çdo tjetër që bëhet. Kjo gjë ishte edhe në Itali. Sot nuk e ke më këtë gjë, përkundrazi kanë një status shumë më ndryshe. Por problemet politike midis fqinjve nuk zgjidhen asnjëherë. Asnjëherë. Sepse ju intereson ekipeve në pushtet apo dhe në opozit. Pra dhe po të shkojmë ne tani për shembull në Strasburg, avokat, ose në Kel është qyteti ngjitur me Strasburgu, i ndan vetëm një urë, Gjermani dhe në Francë, ju mendoni që prap vazhdon ky sentiment? Patjetër. Po në nivel qeveritar jo më. Pra mund të vazhdojë sentimentet e banorët atje poshtë, po nuk ka më kryeministra që të bëjnë kunja të tilla, siç vazhdojnë bëjë këtu apo jo? Shumë ndryshe, por ama është shumë interesant kjo që sapo përmendët. Po pra. Edhe unë kam qenë në këtë zonë. Një nga arsyet pse europianët janë të tmerruar nga ikja e trupave amerikane nga Europa, është frika që kanë se nuk do të dinë të përmbajnë vetveten që mos bëjnë luftë me njëri tjetrin prapë. Sot qeverit kanë marrëdhënie shumë të mira me njëri tjetrin, se janë antarë të Bashkimit Evropian, lidhen bashkë, kanë gjitha politika këtë gjendje. Këta janë të dyshimt në vetvete që do jenë në gjendje që ta ruajnë atë që kanë krijuar. Avancojmë pak, sepse pyetja ime në fakt, këto pyetje ishte për të dalë te një pyetje tjetër avokat. Avokat më, ambasador, më fal. Sepse ju më thatë që po ka drejt në vetos, mund ta bëj. Siç ka bërë shumë që ka kurrizuar pas herë në gjithë proces. Por pyetja tjetër është kjo. Tani unë po e vulgarizoj me qëllim. Madje kërkon dhe ju them dhe ju që na shikoni në këto momente që jeni shumë fiksuar pas ortografit, si thuhet në shqip, ortografi. Pas gabimeve ortografike, mos filloni tani dhe më çoni mesazh çani ke shumë gabim kok më kok, se duhet ë në fund. E kemi hequr me qëllim. Nga ndonjëherë që sa gjë me qëllim, ke lënë kok më kok. Pse do thoni ju? Është e bukur për syrin, shikoni. Po ti kishte atë ën në fund, do zgjatej shumë, do zvargej. Ndërsa kok më kok është shumë e bukur. Nga ndonjëherë janë ca shpikje që bëjmë ne, po që s'kam kohë tani t'ju shpjegoj, se është çike kështu historia. Dakor? Kok më kok. Shifeni me këtë sy, do i pëlqej më shumë se kok më kok. Dakor? Ambasador, pyetja ime është kjo, kush e pyet Greqinë në fund fundit?
Sepse në momenti që kryeministri shqiptar, që është kaq i aftë për të mbajtur marrëdhënie diplomatike shumë të mira dhe personale bile me liderët evropian të sotëm, sot marrë shembull, Macroni, Meloni, me Mersin, basi si ka në një gjitha në këto momente, po mund t'i rregulloj, se Mersi është dhe i gjatë thonë dhe sa të marrë i kthesën Mersi është i vështirë, kupton? Është vështirë për ta kuptuar. Ky tonë një dhe ky është i gjatë, po ky është shumë i shkafët. Mersi ka të vështirë dhe kur kthen kokën në ambasador që se kanë vënë re, ka një problem ai me qafën diku. Ky është kaq i aftë t'i bëj për vete dhe ka treguar me vepra deri tani, të paktën retorik po flasë, se poshtë nuk e diun se ç'luhet. Sa që ata mund t'i thonin Greqisë, Miço, i thon ata, të BE-s, të mëdhenjt, se 2-3 vende janë. Francë, Gjermani, bile 2 vende janë. Pa hajtë po marrin me Meloni se është Shqipëria si gjysmë protektorat. Edhe kjo është një tjetër legjendë urbane, po çon si ka. Dhe Greqia të riqet ambasador, nuk mund të bëjë do prap, fiton diçka tjetër brenda, bën pazar tjetër brenda dhe lejon Shqipërinë. Pra se thuash, dhe kjo vetë e Greqisë mos është kthyer në një legjendë urbane. Nuk besoj, sepse në atë moment fillojnë dhe funksionojnë ato kërkesat politike të brendshme, të cilat sundojnë mbi çfarë do lloj sugjerimi apo qoftë edhe urdhri që mund t'i vijë Greqisë nga Berlini apo nga Parizi. Është situata e brendshme politike në Greqi që e detyron kryeministrin grek që të mbajnë qendrim të caktuar dhe ndoshta në Shqipëri mund të mendojmë që një kryeministër është aq i fuqishëm sa të fusi në funksionim atë parimin që folëm më duket herën e kaluar që populli nuk e kupton politikën dhe unë duhet që t'ia shpjegoj më mirë. Dhe atëre populli do bindet që unë e kam mirë, por në Greqi dhe në Perëndim në përgjithësi nuk funksionon që të arrish të bindësh popullin për një gjë që nuk është dakord. Do të them, ka zhvillimet të politikës së brendshme që detyrojnë një kryeministër që të mbajë atë qëndrim që duhet mbajë. Sikurse ishte rasti i votimit për ato ligjet që i duheshin Greqisë për të kaluar krizën ekonomike në atë kohë që ju imponuan nga Bashkimi Evropian dhe për shkak se populli grek i kundërshtoi dhe qeveria greke i kundërshtoi, pastaj ata u detyruan që t'ia impononin Greqisë përmes rrugëve të tjera, por në kanalet demokratike nuk ka imponuan dot. Unë nuk thash kanalet demokratike, unë të himon rrugë të tjera. Nuk ndodh. Unë ka një hall Mitchell, që zëhet Mitchell në 2027 akoma, sepse mund të bënde zgjedhje këtë vit atje, po me siguri ai do jetë, sepse nuk e ka keq sondazh është mirë, po ambasador, pra unë them që në mënyra të tjera. Ka shumë pak të gjarë që të ndodhi kështu, siç po thoni, por në politikë nuk mund të thosh asnjëherë jo. Kështu që mbetet teorikisht e mund. Te rasti Maqedonisë, që u quhet më vonë Maqedonia e Veriut, për shkak të emrit, Greqia tregoi që nuk u tërhoq, megjithëse edhe presioni që i bënte amerikanët në atë kohë. Madje ambasadori amerikan atë kohë, duke se ishte George Bushi, i riu. Ai tha, kur i thanë që kështu Greqia është kundër, ai tha pa meraksa se Greqia ndryshon mendja për e marrin telefonin, ndryshon mendja për 10 minuta. Dhe në fakt historia tregoi që ata ndryshuan mendje pas 10 vjetësh, pasi kishin arritur atë që donin. Pra e bllokuan 10 vjet Maqedoninë. Dhe derisa u detyruan Maqedonia që ndryshojë emrin. Ndryshoi emrin, po pra. Në rastin e Maqedonisë Veriut nuk funksionoi, po thon ndërkohë që Greqia nuk është më ajo. Në sytë europianëve sot Greqia kanë përshtypjen, okay, nuk është më 2008, se kriza ka kaluar. Miço i ka marrëdhënie të mirë me këta globalistët në Europë aktualisht. Asaj këtij lloj versioni që po diskutojmë neve, ne po diskutojmë vetëm për njërin anë të ekuacionit, që është Greqia, por nuk po diskutojmë për anën tjetër të ekuacionit, që është Shqipëria. Çfarë interesi mund të gjenerojë Shqipëria në Bashkimin Evropian, që t'i bëjë liderët evropian t'i bëjnë presion Greqisë? Çfarë interesi mund të gjenerojë Shqipëria? Vetëm mjeshtrin oratorike dhe të marrëdhënieve me publikun të kryeministrit? Masa është e pamjaftueshme nëse nuk ka dhe një fuqi ekonomike. Jo, po ai mund t'i trëmbi siç po i trëm me Kinën, me Rusinë, me këto apo jo? Po e bën Rama këtë ushtrim, nuk është se s'po e bën në praktikë. E ke dëgjuar ai po flet për Kinën kohët e fundit her pas here. Do flasim, do bëjmë një emision për Kinën vetëm, vazhdojmë të ma gjetoj fjalën. Shumë shpejt. Kam përshtypjen që ato për Kinën, për Rusinë, apo çfarë do vendet arabe, apo muslimane, apo Arabia Saudite, mundet që të jenë temë bisede për neve në studio dhe për në opinionin e brendshëm në Shqipëri, por nuk besoj se Shqipëria. Nuk funksionon shantazhi kështu. Nuk funksionon në kancelaritë e botës, sepse
Shqipëria është jashtëzakonisht e vogël për të... Ndoshta na kanë lënë në qik komunizmi, komandanti Enver Hoxha në një trashëgimi që ne kemi qenë vend shumë i rëndësishëm. Jo se ne kemi gjë në dorë. Kemi futur fikinën në OKB. Mund të përfitojmë nga rivaliteti për shkak midis Italisë, midis nga probleme që mund të kenë ata të tjera, Italisë dhe Greqisë, Gjermanisë dhe Francës. Ku diun pra, nga ndonjëherë vendet e vogla si Shqipëria, ambasador, dhe unë si jam askush për t'ju mësuar ju këtë gjë se ju e dini mirë se unë, mund të përfitojnë nga rivalitetet e të mëdhenjve. Në këtë kuptim po them, pra varet se në ç'është moment dhe me kë i rreshtuar në momentin që ndodh gjëja. Pra kjo mund të funksionojë? Kjo funksionon, por ti duhet të kesh një gjë. Jo, pa patur asgjë. Shqipëria s'ka asnjë gjë. Pa patur asgjë, nuk ka. Jo, në rast se nuk ka asgjë, nuk funksionon. Po du të kesh një vlerë, të themi, gjeografike, geopolitike, ekonomike, kulturore, politike, ke një vot diku që mund të ndikojë, që mund të ndryshojë ekuilibrat. Kështu kot vetëm se je oratori mirë nuk ndryshon dot gjë, sepse në fund ditës janë interesat që mbizotërojnë, prevalojnë. Dhe për sa kohë Shqipëria nuk ka dot një identitet vetin, nuk ka një politikë të vetën të jashtme, se për çfarë po përpiqet. Krijohet bordi i paqes, bëhet antare bordit të paqes. Krijohet një bord tjetër, shkon në një bord tjetër. Iku në Spanjë, pastaj këtu, pastaj atje, pastaj. Dhe ne nuk po jemi në gjendje që të unifikojmë një qëndrim politik me Kosovën për një çështje të caktuar, po them, ndërkombëtare. Mos ndoshta pikërisht kjo është e kërkuar dhe është e që bëhet me kast ambasador fakti që mos kesh qëndrim për asgjë, ti jesh gjithmonë në ajër. Pra mos është, të thuash, e ka menduar dhe këtë unë. Pra mos ndoshta takoj të gjithë, fol me të gjithë, her pas here bën një sherë po bu prap mik. Pra të thuash, ky qëndrimi i mos qëndrimit, mos ndoshta është gjë e mirë për një vend pa brek, më fal për shprehjen avokat në këmbë. Jo, mua më duket që është pasojë e politikave globaliste që janë ndjekur prej 15-20, që nga lufta e dytë botërore në fakt. Të themi e shuarjes së kufive, e hapjes e liberalizmit dhe kthimit të njerëzve, të banorëve të një shteti në konsumator thjesht dhe jo njerëz me identitet, dhe menaxhimi i shteteve sikur janë asete, sikur janë ndërmarrje ekonomike dhe jo shtete me identitet, se dallimi i funksionimit në fund të ditës edhe një shtet është një ndërmarrje ekonomike. Ka një drejtor që është kryeministri, ka dhe një por ama ka një gjë esencialisht ndryshe që ka një identitet kombëtar. Ndryshe nga një ndërmarrje që ka vetëm shifra, mbledh, zbret, fiton, nuk fiton. Në rastin konkret, ajo që ka ndodhur me sistemin globalist të botës, është që ku të jetë fitimi më i madh. Pra, nuk ka rëndësi fare se çfarë identiteti ka njëri apo tjetri. Në këtë këndvështrim, Shqipëria i ka humbur këto vlera identitare, këto vlera kombëtare, sepse ka ndjekur gjithmonë kursin e të kthyerit në konsumator. Dakor, po me ardhmjen e kësaj qeverie në pushtet për 13 vjetësh, dhe këtij kryeministri, Shqipëria ka fituar një gjë se ka pasur para. Ka fituar të qenit i privilegjuar nga Turqia. Një shtet i cili duhet thënë ka një peshë shumë të madhe, se jo vetëm se Greqia, po dhe gjithë Ballkanit marrë së bashku. Imagjino për një çast, me që ju më thatë pak më parë, Arian, po çka kemi ne që t'i bëjmë presion, ose që të jonshin Francë dhe Gjermaninë dhe Italinë, që t'i thonë Mitsotakis të riqu ti sepse na duhet në Shqipëria në BE. Ja, pikërisht, po them për shembull një shembull, Turqinë. A do interesonte për shembull, kot po them, a do interesonte për shembull edhe Greqisë, për të menduar, dhe vetë Greqisë, që Erdogani të kishte një këmbë kaq të madh që kanë në mes të Ballkanit nga ana tjetër veriore e atij vendi, ta vëshre me vëmendje, ambasador. Greqia është e rrethuar nga turq. Ti e ke parë apo jo? Pra, më fal, në lindje të saj ka Turqinë, dakord? Në veri ka prap Turqinë, Shqipërinë domethënë. Simbolike kjo që po them, po gjithsesi gojima janë po ta vëshre. Edhe këte nga Maqedonia e Veriut, këte nga pjesa tjetër, ka një pjesë myslimane që jeton ato zona andej, pra është një vend i rrethuar, nga njerëz cilët, si thuash, nuk është se e duan shumë. Mos ndoshta është pikërisht kjo arsyeja që, për mendimin tim bëjnë gabim, që ata mendojnë grekët, Athina, zyrtarët mendojnë që Shqipëria duhet të bëhet pjesë e BE-s. Një moment sikur të imagjinojmë që jemi pjesë e BE-s, ambasador, a do jemi në një gjendje të i vëmë veto ne Greqisë për gjëra ndryshme që ajo do kërkoj? Për shembull, a ka menduar dhe këtë Athina? Supozohet që në momentin që Shqipëria do merret vendimi politik, Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, për atë po flas. Supozohet që një pjesë e mirë e këtyre problemeve që sot ermbasere shqetësojnë të dy vendet të jenë zgjidhur.
do t'jenë kapërcyer. Për sa i përket rolit të Turqisë, marrëdhëniet e Shqipërisë me Turqinë, në gjithë të trekëndshën apo katërkëndshën, në momentin kur ne kemi 3 partnerë strategjik, që në fakt nuk bën shumë sens, po kështu i kemi përsaktuar në politikën tonë të jashtme, Itali, Greqi, Turqi. Kështu që Greqia ka kohë që përmendet më si partner. Italia po, po Greqia ka vite që pas krizës në fakt, për isë vërtetës. problemi, unë jam plotësisht dakord me gjithë sa thatë juve për sa i përket rreshtimit të forcave Turqi, Greqi, Shqipëri, në verit Greqisë e kështu me radhë. I vetëm dallim që do bëja është që kjo nuk është e sotme, kjo nuk është me këtë qeveri në Shqipëri. Kështu ka qenë gjithmonë. Jo, po, me këtë qeveri është përkeqësuar shumë situata. Se edhe Berisha ka pas marrëdhënie shumë keqia me grekët në 95-ën, e mbani mend të 5-të e këto. E mbani mend shumë mirë ju. Bile një nga arsyet e rënies Berishës ishte pikërisht Athina. Lobi grek atje. Problemi është që Berisha vitit rregullonte Berisha i dytë kur erdhi në pushtet, kur rikthye. Ndërsa me këtë që është tani, duket që është në një nivel mediokër shumë marrëdhënia. Dhe unë ja vë dhe shumë pjesë personale, ndoshta e kam gabim, ambasador, mund të jem dhe naiv. Po nga ndonjëherë janë dhe ato ndjesit personale që ndikojnë themon në politikën e jashtme. Ajo që mendoj unë është, ndërkohë që shtrimi i problemit nga ana juaj është shumë i saktë, ka një konkurrencë, ka një çështje sigurie që i shqetëson të gjithë. Kjo setting, kjo vendosje e lojtarëve apo në këtë skemë është që nga pavarësia e Shqipërisë. Kështu që po flasa në konjunkturën aktuale. Duket ka një dallim të veçantë kjo qeveri. Si do ja bëj ky Erdoganit? Si do e bëj ky Erdoganit nëse e vendos, sepse pa detin sigurisht që Greqia nuk do pranojë apo jo. Vetëm për ta mbyllur këtu se vajti. Si do i thot ky Erdoganit? Ja, këtë më thuajti mua. Sepse Erdogani një nga gjërat se ka shumë që nuk do të ndodhte kur ishte pikërisht pra kjo marrëveshja e famshme Greqi, harta që nxorën pak më parë atje, harta e mosmarrëveshjes. Ja, kjo këtu. Pra nëse sot do ishte Erdogani, do thoshte në asnjë mënyrë duhet bërë gjithçka që kjo mos ndodhi. Sepse Greqia me Italinë, këtë ja them edhe për informacion, për njerëzit se ju e dini. Ambasador, e bëri marrëveshjen e detit. Me kë ka tjetër det Greqia? Më ndihmoni pak sepse unë në gjeografi nuk është jam aq mirë. Greqia ka bërë marrëveshje edhe me Egjiptin, edhe me... Ka bërë me Egjiptin, ka bërë gjitha. I ka mbet vetëm Shqipëria. Se në Turqinë zbet. Unë do të thënë nuk ka një rishpresë te ajo. Ajo është riqe mos këput punë e Turqisë. Po, imagjinoni tani që Erdoganit i ka mbet vetëm kjo kartë në dorë. Në politikën e tij të jashtme me këtë pjesë të rajonit. Si mendoni që do ja lejoj Erdogani këtë gjë? Pra, vetëm një kryeminist tjetër që nuk i ka mirë marrëdhëniet me Erdoganin mund ta bënte këtë gjë me Greqinë. Teorikisht po flas. Po ky që është tani, a do mund e do të ku do të gjetë fuqinë? Dhe unë po të isha, kur e mendoj ambasador veten, 13 vjet pushtet, marrëdhënie kaq të afërta me Erdoganin. Si mund papritur një moment saktuar të bëjmë marrëveshje me Afinën për gjën që ai nuk do donte kur të ndodhte. Sa, ma shpjegoni do se jeni diplomat karriere. Renditja e prioriteteve është marrëveshja me Greqinë. Në radhë parë do shikohet sa është një interes të Shqipërisë apo jo. Domethënë në qoftë se marrëveshja me Greqinë përmbush ato kritere të cilat mendojmë ne se duhet zbatohen, nuk ka punë fare Erdogani në këtë mes. Kontradikta jonë me Greqinë është që grekët duhen të përfitojnë më shumë në mënyrën se si e interpretojnë ata ligjin e detit në raport me neve. Kuptova. Pra, po të donin grekët. Te ime është tjetër, ata s'do donin asnjë marrëveshje Turqit, sepse nëse Turqi sot kur dalin jashtë dhe thon problemet që kanë me Greqinë, një nga gjërat është delimitimi apo jo. Patjetër. Bukur. Ata prandaj ata nuk do donin asnjë marrëveshje, nuk kanë rëndësi për kë është në favor marrëveshja për Greqinë apo për Shqipërinë. Fare. Dhe unë këtë dallim po mundohem. S'donë që të jetë delja e zezë. Këtë dallim po mundohem të theksoj. Që në radhë parë është interesi i Shqipërisë. Pra grekët nëse do ishin të interesuar që ta interpretonin në mënyrë të njëjtë ligjin e detit, ne mund fare më mund të shim për marrëveshje, sepse kundërshtimi jonë me Greqinë nuk është që ne nuk duam marrëveshje, prandaj po bëjmë çështje mund ta sabotojmë marrëveshjen. Vjen keq, kundërshtimi jonë me Greqinë nuk duam marrëveshje, është sepse është Turqia që nuk do. Jo, nuk po futem arsye, si jo. Jo. Ne kemi një grindje konkrete, ne kemi një Do kanë dalë të gjitha këto biseda kanë dalë, nuk është se janë sekrete këto që po them, nuk kanë konspiracion. Pra zoti Rama, që sot kryeminist, kur ishte në opozitë, ka shkuar në gjykatë kushtetuese
pas takimit, ose pas urdhrit të Turqisë. Vetëm ambasadori turk në atë moment është bërë shumë aktiv, me urdhër nga Ankaraja, dakord? Pra, këto janë gjëra që nuk janë, se thua, kanë dalë në publik. Pse duhet që të mos i shohin tani ne me... Janë të thjeshta. Ata i ka thënë stop, nuk do jetë kjo marrëveshje. Pse ra marrëveshje që bëri Berisha, dhe Lulbashi, ju kujtohet, me Bakojanin, 2009-ës. Ajo marrëveshje u rrëzua dhe në të gjithë njerëzit, qofshin këta pro apo anti-grek, thonë, Shqipëria nuk ka për të marrë do të më asnjë marrëveshje më të mirë se ajo e 2009-ës, në të gjitha rastet, në çdo kohë tashmë. Sepse ajo konsiderohej, pavarësisht se si u luajtë media, që Greqia, që Berisha ja shiti detin në Greqi, kështu do luaj dhe për këtë, po qëse do ndodhte në ditë, dhe për Ramën, është e njëjta gjë. Po ti lëm këto, merr mi ftohtë. Ajo marrëveshje u prish vetëm nga Ankaraja, zyrtare, në atë moment. Pra, po të nisem me këtë premis, më thoni, ju lutem, si mu të kthehet mbrapsht kjo gjë? Pra, çfarë duhet të ndodhte? Para greket do të pranoj versionin ton të interpretimit të ligjit detit dhe marrëveshjes së gjithë, nuk ka punë Ankaraja fare në këtë mes. Problemi është... Si do të pranoj kushtet tona, thoni? Po, të më thënë, ato që u quajt në 2500 km2 det, që në mënyrën se ku vendoset pika e kompasit, si llogaritet vija bregdetare shqiptare. Pra ju thoni, nëse pranon Greqia, pra ti thon Shqipëri, ç'a do ti, vlla merre. Merre, bile merr dhe më shumë se shtakon. Më fal, ju thoni ambasador që Shqipëria do ta firmosi? Po. Se ky është bastion. Po. Unë them jo. Sa të jetë pysh në qeveri me marrëdhënien që ka me Erdoganin, unë them jo, ka të pamundur. Se Erdogani nuk do asnjë marrëveshje, jo një marrëveshje të mirë apo të keqe për Shqipërinë. Nuk e sa më kupton. Basti nuk vërtetohet dot në asnjë version, sepse grekët nuk do binin kur dakord që ta interpretojmë ligjin e detit sipas interpretimit ton. Pra, se ti do e shesi si fitore, nuk ka rëndësi kjo. Nuk është se jam ekspert, nga sa kam kuptuar edhe për mënyrën se ku do ngullet maja e kompasit 2 kilometra më afër apo 2 kilometra më larg, për ca shkëmbinj që janë këtu, që quan apo nuk quan, se një pjesë të vitit zhduken, një pjesë të vitit duken. Alibi janë të gjitha këto. Po pra. Po nëse bëhet fjalë që në atë pjesë ka rezerva të jashtëzakonshme, nafta dhe gazi, e ku duhen e tjera. Këto janë probleme që komplikohen zakonisht shumë për shkak të peshës politike, elektorale që bartin me vete. Normalisht, po t'ishim në të dy ati, dhe do thoshim, ka naftë ati, ajtë bëjmë një marrëveshje, si ta shfrytëzojmë atë naftën, dhe 2 lek unë, ajtë fitojmë ca lek, të fitojmë të gjithë. Kur vjen puna ke marrëdhëniet midis shteteve, ja bëhen kaq komplekse, se si stam, po themi, hynë Turqia, hynë Shtetet Bashkuara të Amerikës, hynë kjo, hynë precedenti, interesit pra nuk është vetëm ngushtica e Hormuzit sot, jemi dakord që është ngushtica e Korfuzit. Po ta shohësh, i ngjan shumë. Po, edhe ngushtica e Korfuzit ka një histori goxha të dhimbshme për Shqipërinë, me luftaniet angleze që hasën në mina, qa po bënin, ishin në formacion luftimi apo s'ishin formacion luftimi, ne kemi paguar të shpërblimin, kemi pranuar që kemi bërë gabim, dhe shumë nga historianët shqiptar i bëjnë këtë duva dhe thonë që po, ishin komunistët e poshtë shqiptar që vendosën mina dhe gjë që edhe vendimi i gjykatës Hagës është vendim minorance, nuk kanë qenë unanim dhe për çështje kaq të ndërlikuara, të dënohet një popull, një shtet i vogël me një provë të diskutueshme. Okej, po e them ndryshe, kur kam qenë në Hagë, se unë kam shërbyer edhe në Hagë një 3 vjet, në momentin kur janë deklasifikuar dokumentat e reja nga Foreign Office, nga Londra, vërtetohej që anijet angleze nuk kanë qenë në formacion në lundrim të zakonshëm, ka qenë në formacion luftimi. Që do të thotë, do ishte krejt ndryshe çështja në gjyq në rast se do ishte pasur parasysh ky fakt. Dhe më kanë thënë që po të doni mund ta rihapni prapë çështjen në gjykat. Pra duhet të them që çështjet e gjyqit e ligjeve ndërkombëtare, të gjykatave ndërkombëtare janë tmerrsisht komplikuara sepse bartin me vete jemi dakord. Një kompleks shumë të madh politik nga mbrapa.
Mbaruam le të erdhëm. Por në rastin konkret, po them që po që se ne të dy me grekët do të mundeshim të kapërcenim këto barriera, këto barra politike që mbartin kurriz politikanët e dy vendeve, fare mirë mund të bësh marrëveshje pavarësisht se çfarë mendon Turqia. Po, pra. Nëse do vazhdojmë, kjo është debat që s'mbaron në fakt, po morëm shkas nga takimi i sotëm i dy kryeministrave në Afin dhe prandaj folëm me ambasadorin. Tani nga ngushtica e Korfuzit, zonja zotërinj, ne do ikim të ngushtica e Hormuzit. Do para kësaj të bëjmë një xhiro, le të furnizohemi sepse kemi nevojë për energji. Dhe ku tjetër përveç se te ESPO Oili, zonja zotërinj, ESPO Oili është i vetmi karburant që ju mund të shkoni të furnizoni makinën sepse është i vetmi karburant që ja ushet produktin të pastër. Ju dini se ç'bëhet lart e poshtë për Shqipëri. Cilësia e karburanteve lë shumë për dëshiruar. Te ESPO Oili të paktën makina juaj do marrë frym. Po. Performancë motori nuk diskutohet. Gjithçka, naftë, benzinë, çfarë doni ju. ESPO Oil, shikoni logon është, nuk e harroni kur. E keni gjithandej për Tiranë, sa dilni nga Tirana është prap. Mos harroni, mos fusi çdo lloj zorre ju kanë thënë në makinën tuaj, sepse do hani dynjan, do mini makinën një qak, vetëm në ESPO Oil. Bravo Said, the fuel of champions, karburanti kampionëve i papar. Ikim pra Ledion në një hapësirë të vogël dhe rikthehemi prapë me ambasadorin Roland Bimo, sepse do ikim